Tash po shohim pamjet që Hygerta është futur në makinë dhe është rrugës për tek stadiumi Fadil Vokri, pra. Hygerta, nëse me dëgjon. Po si gjeta? Më shkoj me to. Të dëgjoj. Po shumë mirë. Ma ndeu zemra, sa pash panellën. E the edhe më herë që e ndjen që do të shkosh tek stadiumi Fadil Vokri. Në fakt... Edhe di pse është e bukur, sepse unë nuk kam pasur fatin që të shkoj akoma. Dhe sot e shkel për herë të parë. Po? Edhe shpresoj të jetë hera parë e shumë herëve të tjera që t'jem në atë stadium edhe të ndjej emocionet që jep sidomos kombëtarja e Kosovës. Po, atëherë Blabočević pikrisht në këtë finale po e përjeton edhe një emocion të tillë tek stadiumi Fadil Vokri, po a e ke ndonjë mendim se çfarë mund ndodhi atje? Deshe futbolli. Deshe futbolli. Po mirë, se basketboll aty s'mundi me lujtë. Vetëm më lini arbitre mua, se unë komentoj futbollin, po futboll s'di fare të lotës. E këtu vllai i madh më duket se nuk është bashkë dakord me ty edhe nuk mund ta plotësoj këtë dëshirë. Arbitre jo, as komentatore jo, por ta themi apo jo? Jo? Por? Por? Ti do luash sonte futboll. O, dini!